Le të mbesim te Kurti. Nuk i ngutët, është në qeveri, e ka shumicën, edhe Kurti në mendjen e tij, përkundër që shumica e partisë dhe njerëzve që kanë pas pushtet në qeverinë Kurti 2, nëse mund ta quajmë, janë për të hyrë në qeveri, por Kurti nuk i ngutët, ai mendon që opozita duhet ta bëjë qeverinë për vetëm 7-8 muaj, dhe ai që të kthehet me 60%. Kjo është një ndër e mirë e zotit Kurti, po që mendoj që nuk do të realizohet. Unë mendoj që opozita duhet të thotë Kurtit, ju e keni shumicën, i keni fituar zgjedhjet edhe duhet ta bëni qeverinë, sepse këto flasim për një temë që Kurti... Po le të mbesim konkretisht, Kurti me kë e bën se sa vota i ka? Kurti nuk është ka dënë me bë kushtrim. S'është ka dënë me bë. Kthejna ma konkretisht. Pse s'është ka dënë me bë? Ta kuptojnë qytetarët. Po ka shef. Pse me bë? Pse mos më bë? 48 deputet pse mos më bë? Kurti ka thonë unë kam shliru veriun, i kam hjek strukturat paralele, kryetarët i keni shqiptar. Në tetor ti ki zgjedh ose nëntor, kthehen kryetarët serb, kthehen komandantat janë në veri serb, domethënë kthehen qeverisja, ta themi kështu kushtimisht, kthehemi në pak a shumë në gjendën që jemi kanë para 2021. Pikën 0. Po. Edhe këtë narracionin fiktiv që e ka marrë zoti Kurti, do t'ja lë, ta themi, ku ta di Bedri Hamzës, kuj do qoftë. Edhe thot, ja shikoni, unë e shtirova veriun, këta ja dorëzuan Serbisë. Nëse opozita, partitë opozitare që janë aktualisht, edhe që kanë dalë, domethënë, 2-ta, 3-ta, 4-ta, nuk e bëjnë Kurtit, e ke fitu pushtetin, urna ka bëne. Edhe është detyrë dhe obligim kushtetues i Kurtit që ta bëj qeverinë. Po kjo e mendon strategjikisht që nëse këta hynë 8 muaj, kë kthehet me 60%. Edhe mendoj që kështu do të ndodhë. Po Kurti nuk është interesuar ta bëjë, do të jep patatën e nxehtë qeverisë. Kjo është një titull i mirë për gazetën Blitz. Kemi një presion nga ndërkombëtarët që kemi një qeveri nga zoti Kurti. Përndryshe, Kurti nuk e bën. Okej. Pajtohesh me